Në Kosovë, bashkëjetesa ndërfetare nuk është vetëm një aspirat moderne, por edhe traditë historike e ndërtuar ndër shekuj mbi respektin dhe bashkëjetesën. Ajo mbetet një vlerë themelore e shoqërisë sonë, e cila ka kontribuar në ruajtjen e kohezionit dhe të stabilitetit, duke dëshmuar që diversiteti apo llojshmëria nuk është burim ndarjeje, por pasuri e përbashkët që duhet ruajtur dhe kultivuar për brezat të cilat vijnë pas nesh. Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe fetare në gjithë vendin tonë për të gjitha komunitetet pa përjashtuar asnjë qytetar. Besoj që e keni vërejtur që po them bashkëjetesë e jo tolerancë, për shkak se ne jemi për te tolerancës. Jemi të bashkë ekzistenca, jemi të bashkë veprimi, të bashkë punimi, të bashkë rendimi, pra jemi të bashkëjetesa e komuniteteve fetare të ndryshme. Shpresoj se kjo ditë bashkëpunimi vllazëror, misisë dhe dialogut me të përbashkëtën, si edhe të dallueshme mes nesh, të jetë një hap i rëndësishëm ndaj të forcimit të unitetit tonë në dallime dhe drejt fillimit të mirëkuptimit ndërmjet nesh. Sepse uniteti i vërtet nuk është një tërshmëri, por harmoni në shumëllshmëri. Synimi ynë pra mbetet i njëjtë, të forcojmë të përbashkëtën pa cënuar të dallueshme. Kjo është një sfidë e vazhdueshme, por edhe një thirrje e bukur që na fton të rritemi si individ dhe si bashkësi. Sepse vetëm duke ruajtur identitetin tonë dhe duke respektuar identitetin e tjetrit, mund të ndërtojmë një bashkëjetesë të qëndrueshme dhe të sinqertë të qëndrueshme. Historia jonë dëshmon se bashkëjetesa nuk është vetëm një ideal, por një praktike jetuar. Besimet tona fetare janë pasuri shpirtërore dhe morale që japin kuptim jetës dhe forcojnë lidhjet shoqërore. Prandaj edhe sot, ne riafirmojmë përkushtimin ton për të kultivuar frymën e mirëkuptimit, duke respektuar besimin ton dhe duke çmuar besimin e tjetrit. Këtë e kemi edhe obligim hyjnor. No outside group can determine this for Kosovo. While the people of Kosovo will decide their future, those gathered here today as representatives of the divine, who teach divine virtues like coexistence, have great power to influence the future of Kosovo for the better. But a better future only happens when everyone, regardless of religion or ethnicity, work together to see it become a reality. In the short time that I've been here, I've been inspired by the people who call Kosovo home and the religious leaders that I have had the opportunity to meet from every faith tradition. Kosovo is a beautiful and diverse place. The best days for Kosovo are ahead of it.